Sibia afër drejtorisë policisë Tiranës, më thënë. Dhe kemi në takim me psikologën Jonida Xhiu. E dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dhe faleminderit shumë që erdhe në këtë orë mëngjesi. Pak të vështirë për gjithë ata që punojnë, po që në fund të ditës, domethënë, ne hapëm një debat me njerëzit, me një pyetje në fakt tjetër, një pyetje e cila konsistonte nëse është e dëmshme apo e dobishme të thuash fëmijëve se prindrit kanë gjithmonë të drejtë. Pra, domethënë, vazhdon të jetë ne trajtojmë shpesh herë këto debatet fëmijë prindër dhe në fund të ditës lind pyetja, ore, prindrit i kuptojnë fëmijët apo fëmijët prindrit, duhet prindrit i kuptojnë apo duhet fëmijët i kuptojnë? Hajde gjeje. Kush ka më shumë nevojë, si nga eksperienca jote si psikologe, për fëmijë, kush ka më shumë nevojë ta kuptojë tjetrin, prindi apo fëmia? Tamam. Po, në fakt është shumë e rëndësishme për prindin që të jetë në kontakt me gjithçka që fëmia përfaqëson, që të jetë në kontakt me atë që fëmia është, me atë që fëmia mundet, me atë që fëmia dëshiron, me atë që fëmia dëshiron të bëj. Pra në një farë mënyrë është detyra në thonjza, se sigurisht e flasim për më të mirën, nëse mund të shpreheshi me terma profesional, për interesin më të lartë të fëmijës. Është lipset që prindi të përpiqet të kuptojë fëmijën në mënyrë që ta udhëheq, pra prindi praktikisht duhet të jetë një udhëheqës, një lider në atë çka mendon xhanëm që është më e mira për fëmijën. Dhe për sa kohë prindi është një udhëheqës i mirë, për sa kohë prindi është një model i mirë, për sa kohë prindi e reflekton atë që fëmia dëshiron të bëjë, sepse shpeshherë prindrit mjaftohen me kjo është më e mira, kështu duhet bësh ti dhe këtë di unë, stop këtu. Ajo është më e mira që prindi mund të bëjë për fëmijën është që të reflektojë modelin që fëmia dëshiron të bëhet. Pra, jo vetëm ti thot fëmijës se që kështu do bësh ti se kështu dua unë, por në një farë mënyrë ta reflektoj vetë të gjë, të jetë vetë, ta bëj vetë të sjellje këtë gjë që ja kërkon fëmijës. Për shembull, ne na vin prindër që ankohen për fëmijët, për mungesën e aktivitetit fizik, për përdorimin e telefonave, për shumë gjëra që ndoshta janë sfidë të kohës sonë. Dhe kur ne i pyesim po ti çfarë bën, po jo po se un kam punë, po jo po se un se bëj dot, pra në një farë mënyrë justifikohen sigurisht, pa na shkaluar gjitha impenjimet dhe gjitha sfidat e prindërve. Por nëse duam që fëmia të bëjë diçka, prindi patjetër duhet ta reflektojë. Prindi duhet të jetë i pari që e bën këtë gjë në mënyrë që edhe të jetë më. Na duket ne apo fëmijët tani janë pamëshirshëm? Fëmijët, ke pasur vjen prindi për t'u anku, na e mori shpirtin e tjerë. Ore pse janë kaq pamëshirshëm tamë, s'kan? Unë mendoj që fëmijët reflektojnë atë që ne i japim, apo kështu kemi qenë ne në fakt. Jo, ndoshta kështu kemi qenë dhe ne, mbase në një farë mënyrë është edhe ai niveli të kuptuarit, arsyetuarit dhe prindi, çdo prind ndoshta mendon më shumë se sa fëmia është, dëshiron më shumë se sa fëmia është, dhe nisu nga ky lloj vlerësimi ndoshta shpeshherë dhe subjektiv, mendon që fëmia e tij nuk është aq i pjekur, aq matur sa do kishte dashur ky prindi të ishte, por në fakt fëmia ka moshën për qenë i tillë dhe shpesh herë prindi duhet ndërgjegjësohet për këtë gjë, lidhur me pritshmëritë që ka për fëmijën e tij. Ke shumë prindër që thonë jo, në moshën e këtij, në moshën e kësaj, jo, s'kam qenë kështu. Apo jo. Absolutisht, e hasim shumë shpesh, keni shumë të drejtë, e hasim shumë shpesh të që prindi në një farë mënyrë veten e vetë mendon sikur ka qenë ndoshta ndryshe, por ndoshta është edhe ky gabimi i krahasimit të individëve që jetojnë në kohë të ndryshme. Domethënë, prindrit dhe fëmijët gjithmonë jetojnë në kohë në çfarë lloj kohe jemi. Prindi ka jetuar në një kohë, në një periudhë ndryshe nga koha e fëmijës, dhe s'ka se si të jenë një lloj. Sigurisht. A është e drejtë të kërkojmë nga kalamajt që të kuptojnë prindrit kur ende kalamajt se kanë zhvilluar ndjeshmërinë apo le të themi aftësinë e komunikimit? Ka logjik këtu? Ka logjik në sensin e asaj që prindi duhet të ndërtojë një komunikim efektiv. Domethënë, detyra bazë e prindërimit është të ndërtojë një komunikim me fëmijën e tij, të kuptojë fëmijën, të kuptojë mundësitë, të kuptojë nevojat, të kuptojë atë që shqetëson fëmijën. Dhe për sa kohë prindi përcjell këtë ndjesi të qenit i pranishëm, për sa kohë prindi përcjell këtë ndjesi që un jam këtu për të dëgjuar, për të kuptuar,
unë mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të zhvilluar edhe atë sensin që edhe fëmia, ne themi empati, pra të përpiqet të kuptojë atë që prindi po kalon. Por nëse prindi nuk ka komunikim me fëmijën, nëse prindi është distant, nëse prindi e lë aty gjithkohon me një pajisje smart, nëse prindi është gjithkohon në punë, është gjithkohon i angazhuar dhe prindi nuk ka komunikim me fëmijën, nuk mund të presë që ky fëmia ta kuptojë këtë, të kuptojë vështirësitë, të kuptojë atë që prindi po kalon. A ka dhe raste kur kalamajt janë më të ndjeshëm se edhe më të kuptueshëm se vetë prindi? Po dha i ka herë. Po sigurisht, sepse kjo shpesh herë varet edhe lidhet edhe me personalitetin, ne jemi të ndryshëm. Pavarësisht se ne shpesh herë kemi të vështirë pikërisht komunikimin dhe menaxhimin e situatave prind-fëmijë, sepse ne i mendojmë fëmijët ose ne i presim që fëmijët jenë identik me ne, dhe për sa kohë ky individi nuk po mendon ashtu siç po mendoj unë, prindi vjet në një situatë ndoshta e përjeton edhe me stres edhe ka dhe të vështirë ta menaxhojë. E para është që ne duhet ta konsiderojmë dhe duhet ta marrim të mirëqen faktin që ky është një individ tjetër, ky është një individ që mendon ndryshe, reagon ndryshe, ka tjetër mënyrë se si koncepton gjërat. Dhe në jo pak raste, sikurse dhe ju e thatë, mund të jetë edhe fëmia që është më me këmbë në tokë se prindi dhe sigurisht që ka plot raste të tilla. Dhe në këtë moment sigurisht edhe ka dhe prindër që nuk arrin ta perceptojnë që është pikërisht fëmia ai që ul në këtë sjelljen jo të arsyeshme dhe fëmia është më i arsyeshëm, më me këmbë në tokë. Kur u bë ky? Shefti, pa kuptu. Po shpesh herë mbase ndryn edhe egoizmi, edhe ajo pjesa që s'ka mundësi se unë jam prindi dhe unë duhet të di më shumë dhe unë duhet të jem. Ajo është, nuk do të deklarohet, fakt po është. Absolutisht, është të gjithë është, domethënë ai egoizmi që kur u bë ky se unë e di dhe unë duhet ta vendos, domethënë patjetër shpesh herë është në mënyrë të pandërgjeshme, por patjetër që shpesh herë është prezant. Si ndikojnë faktorët që janë stresi, lodhja, hallet lekët, hallet ekonomike, domethënë në aftësinë e prindërve për të kuptuar fëmijët? Është e vërtetë që se të ikën dhe truri, sidomos të periudhë. Patjetër, për prindrit është sfidë e përditshme në çdo moment, menaxhimi i gjithë elementeve që ka jeta, problemet financiare, menaxhimi i familjes, menaxhimi i fëmijëve, menaxhimi i një problemi shëndetësor që ka dikush, menaxhimi i një personi tjetër në familje. Pra çdo prind, çdo individ unë mendoj që ka shumë sfida për të menaxhuar, për të koordinuar. Megjithatë, për prindin duhet të jetë absolutisht, për sa kohë prindi nuk kupton që prioriteti në momentin që ti je prind, duhet të kuptosh që prioriteti është fëmia. Në menaxhimin e të gjithë sfidave, në menaxhimin e gjithë problemeve që individi ka, në momentin që është prind, fëmia duhet të jetë prioriteti. Dhe nëse fëmia është prioriteti, nëse fëmia merr atë kohën, nëse fëmia merr atë në një farë mënyrë investimin shpirtëror, se jo të gjithë prindit kanë mundësinë për të investuar ekonomikisht, por nëse fëmia merr atë investimin shpirtëror, atë kohën nga prindi, unë mendoj që është më e thjeshtë edhe menaxhimi i fëmijës dhe për prindin. Nëse menaxhimi i fëmijës është i thjeshtë, pra nëse nuk ka probleme në menaxhimin e fëmijës, unë mendoj që i ka shumë më të thjeshta menaxhimin e situatave, e streseve, e problemeve të tjera që sigurisht që janë prezente. Por në momentin që prindi ka shumë sfida, ka shumë probleme, sigurisht që i ka. Në momentin që fëmia ka probleme dhe fëmia në një farë mënyre e ka humbur atë sensin normal të funksionimit, unë mendoj që gjitha këto probleme të tjera bien poshtë edhe është fëmia pastaj që kërkon shumë më tepër impenjim për ta rifutur, për ta rimarrë funksionimin normal. Çfarë presim ne të ndodh kur mungon mirëkuptimi i familjes? Domethënë, çfarë pasojë ka? Ka shumë pasoja. Absolutisht ka shumë pasoja. Mos kaluar në ekstrem, po. Ka pasoja nga, domethënë duke filluar nga situata dhune, nga situata agresiviteti. Pasoja që shfaqen tani apo më vonë? Në çdo moment, mungesa e komunikimit, mungesa e kuptueshmërisë, në çdo moment mund të sjell probleme.